Do të marrë kam ditë pyetje në fakt, ka parë me Ilir si gjithë këtë dashuri ditët e fundit edhe në rrjetet sociale për Ilir po në fakt marrëdhënia, mund ta bëj pyetje, marrëdhënia juaj muajt e fundit nuk ka qenë shumë e konsoliduar. E para nuk është dashuri shpirtërore apo emocionale, është respekt politik. Duhet të bëjmë dallimin midis dy gjërave që pavarësisht marrëdhënies time personale me Ilir Metën, e cila ka mbaruar të po ju them, dhe për çdo njeri që ka iluzion që mund të mendojë jo po kështu jo po ashtu, është një marrëdhënie që unë mund të pi kafe me Ilir Metën kur dali për të diskutuar për problemet e fëmijëve apo për gjë tjetër, por unë marrëdhënie personale të mia me Ilir Metën janë të përfunduara. Në aspektin politik, do të kuptoni një gjë që Monika Kryemallë nuk është si gratë e tjera. Inati në nxjerr në mënyra të tjera nuk ka për të nxjerrë inat në politikë. Politika është vlerë, është princip, është parim. Monika Kryemallë nuk ka dashuri shpirtërore për Ilir Metën, e ka pasur, sigurisht e ka se është babai i fëmijëve të saj, por ka respekt politik për Ilir Metën dhe të jemi sinqert, veprimi i Ilir Metës për të kandiduar në listë tregoi edhe një herë që është politikan dhe është burr shteti. Nuk është